Është kënaqësi e veçantë që ju drejtohemi në këtë takim të rëndësishëm të Këshillit Kombëtar të Pagesave në një moment ku po ndërmarrim hapa strategjik drejt modernizimit të sistemit pagesave dhe integrimit të plotë infrastrukturës financiare të Kosovës në tregun e Bashkimit Evropian. Një ndër prioritetet tona kyçe mbetet përgatitja për anëtarësimin në zonën e vetme të pagesave në euro SEPA. Këtë proces nuk e shohim vetëm si një reformë teknike, por një transformim të thellë strukturor në përputhje me vizionin tonë për integrimin evropian dhe rritje të konkurrenshmërisë dhe çështjes së financa. Në këtë drejtim kemi ndërmarrë hapa të rëndësishëm. Kemi përgatitur 3 ligje thelbësore, bashkëpunim me Ministrinë e Financave, që janë për sistemin bankar. Ligji për bankat, ligji për shërbimin e pagesave, si dhe plotësimi i ndryshimit ligjit për parandalimin e pasimit paras dhe financimit të terrorizmit. Ndërsa BÇK-ja në vazhdim përmes bordit drejtues ka nxjerrë 20 akte nënligjore për të siguruar përputhshmëri me standardet e BE-s. Me 20 dhjetor të vitit kaluar ne kemi dorëzuar para aplikimin e plotësuar për anëtarësim në SEPA. Jemi të angazhuar intensivisht në grupe punuese rajonale dhe europiane në nivel të lartë, ashtu teknik, për të mundësuar qasjen e banka dhe institucione financiare jo banka në skemat SEPA për të ulur kostot e transfereve ndërkufitare. Megjithatë, përkundër punës së madhe të zhvilluar dhe të njohur gjithësisht edhe nga partnerët ndërkombëtar, procesi i marrjes së vlerësimit nga Komisioni Evropian përgatitës ligjit FISMA është ndikuar nga shqyrtimi kushtetues i ligjeve të miratura në kuvend në dhjetor vitit kaluar. Fatkeqësisht kjo ka krijuar një situatë të re dhe jo të favorshme, e cila shpresojmë të zgjidhet shpejt dhe pozitivisht. Sipas vlerësimeve aktuale, anëtarësimi në SEPA pritet të sjellë qytetarëve dhe bizneseve të Kosovës përfitime mbi 55 milion euro në vit, përmes uljes së kostove të transfereve, rritjes së efikasitetit dhe përmirësimit të kushteve për eksportuesit e sektorit privat. Këto janë vetëm përfitime direkte. Në përputhje me këtë vizion, jemi të përkushtuar në ndërtimin e një sistemi modern pagesave të shpejta, i njohur si TEPS Clone, që përbën një për komponenteve më të rëndësishme të ekosistemit pagesave, ku në këtë drejtim kemi nënshkruar letrën e qëllimit me Bankën e Italisë, bashkë me 3 banka qendrore të rajonit. Kjo është një arritje historike, ku Banka e Italisë, si menaxhuese dhe zhvilluese e sistemit pagesave të vetë Bashkimit Evropian, do të jetë partneri dhe zhvilluesi i sistemit tonë pagesave të Kosovës. Po ashtu jemi të angazhuar në grupe punuese teknike dhe drejtuese për të shqyrtuar shërbime shtesë, siç është përdorimi i QR kodeve, kërkesa për pagesë apo request to pay dhe përdorimi i identifikuesve alternativ, si dhe për zgjedhjet e rrjeteve teknologjike siç janë Swifti, Nexi apo tjera. Këto zhvillime shtesë do të rrisin çështjen financa, digitalizimin dhe ulën e përdorimit të parave së gatshme në linjë me strategjinë tonë kombëtare. BÇK-ja ka ndërmarrë edhe disa masa konkrete. Kemi zhvilluar standardin e IBAN-it për të gjitha institucionet jo bankare, kemi miratuar udhëzues për standardizimin e QR kodeve, kemi integruar regjistrin e llogarive dhe ato të kredive në platformën e e-Kosova në bashkëpunim me ASHI, se dhe kemi arritur marrëveshje me Fondin e Kushtimeve Pensionale për ndërlidhjen e sistemit të tij me sistemin e llogarive, që të ndihmohet pensionistëve. Njëkohësisht, jemi duke punuar vazhdimisht edhe për mundësimin e çastit të platformave globale të pagesave digjitale si Apple Pay dhe PayPal, me çast shfrytëzoj rastin që të falenderoj përfaqësuesit e ambasadës amerikane këtu për kontributin këtë drejtim. Projekti i fundit me Bankën Botërore ka një rol të rëndësishëm për këtë qëllim, për shkak shfrytëzoj rastin të falenderoj Bankën Botërore dhe gjithashtu edhe Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve për bashkëpunimin dhe ndihmën në këtë projekt. Aktivitetet shtesë po zhvillohen për të avancuar dhe sistemin aktual të pagesave KEPS, për të rritur disponueshmërinë dhe kohën e shërbimit sa më efikas, si dhe për të rritur sigurinë e sistemit dhe numrin e sesioneve të kliringut. Kjo për të dalë në ndihmë nevojave të ekonomisë dhe sektorit financiar. Gjithsesi, ky transformim i thellë përballet me shumë sfida. Një ndër sfidat më të mëdha janë përshtatja e sistemeve teknologjike të bankave dhe institucioneve jo bankare me standarde të reja, garantimi i sigurisë kibernetike dhe përputhshmëria me kërkesat për autentifikim të fortë të klientëve, ngritja e vetdijes publike për përfitimet e shërbimeve digjitale, si dhe përfshirja më e madhe e grupeve të ndjeshme dhe zonave rurale në këtë proces. Në këtë kontekst, BÇK pret nga sektori financiar që të investojë në teknologji dhe kapacitete njerëzore, të bashkëpunojë ngushtë me BÇK-n gjatë fazave të testimit dhe zbatimit, të zgjerojë gamën e produkteve digjitale të sigurojë çështje gjithëpërfshirëse në këto shërbime, si dhe kontribuojë në edukimin financiar të klientëve. Në të njëjtën kohë, mbështetja nga partnerët tonë ndërkombëtar ka qenë e pazavendësueshme. Bashkëpunimi me AFC-n është në funksion të mbështetjes për promovimin e bankimit hapur, sandboxeve rregullatore dhe mbështetjes nga BÇK në ndërtimin e qendrave të inovacionit digital. Ndërkohë, partneriteti me Bankën Botërore ka kontribuar në modernizimin e kornizës ligjore dhe regulative, si dhe ndihmës në vijim për avancimin e infrastrukturës teknike, për cilën jemi njohës dhe falënderues. Pra, të mos harrojmë për te zhvillimeve, avancimeve të kornizës ligjore dhe regulative dhe përputhshmërisë është aspekti teknik operacional i cili e mundson këtë nisë, prandaj kërkohet kontributi dhe investimi i të gjithëve.
Në përmbytje dëshiroj të theksoj se transformimi i sistemit pagesave dhe digitalizimi i shërbimeve financiare nuk është vetëm një detyrë institucionale, por një përpjekje e përbashkët që kërkon vizion, angazhim dhe bashkëpunim të ngushtë ndërmjet gjitha palëve të përfshira. Vetëm përmes këtij bashkëpunimi do të mundsojmë ndërtimin e infrastrukture moderne, gjithëpërfshirëse dhe të sigurt, e cila e shërben zhvillimit ekonomik të vendit dhe përmirësimit të jetës së qytetarëve të vendit. Kontributi i llogarisë bazike, përkatësisht rregulluar llogari bazike ku ka mundsuar që një numër i madh i qytetarëve, rreth 400.000 qytetarë, të kenë këtë shërbim, tregon për kushtimin po ashtu të sektorit, për qasjen financa dhe për kontribut në këtë drejtim. Ju falenderit për vëmendjen dhe për mbështetjen e vazhdueshme në këtë rrugtim të bashkët dhe uroj diskutime të frytshme në këtë mbledhje të radhës të Komitetit Kombëtar të Pagesave. Ju falenderit. Ndoshta isha ndalë shkurtimisht tek çështja e pagesave, domethënë synimi ynë është që të gjejmë një zgjidhje më të mirë sa i përket pagesave, të cilat janë si mundësues i ekonomisë, i tregtisë dhe i këmbimit. Qysh në kohët e mëhershme, pra fillimisht pagesa ishte bë mall me mall, apo ndërrimi apo barteri, pastaj ishte përdor këto metalet e çmuara si mjet këmbimi edhe për rujtje të vlerës, dhe pastaj kemi kaluar edhe në atë që sot njihet si paraja fizike apo fiat, që emetohet kryesisht nga bankat qendrore të vendeve dhe shërben si vlerë për të siguruar apo për të lehtësuar këmbimin e mallrave apo shërbimeve. Ndërka tani po besoj jemi në fazën tjetër të një revolucioni tjetër që bota po shkon, është digitalizimi i pagesave, si mundësi që të lehtësohet pra këmbimi i shërbimeve dhe mallrave dhe kësaj pra të rritet edhe dinamizmi brenda vetë ekonomisë. Në ekonomi është një term, një shprehje që quhet shpejtësia e paras. Pra shpejtësia me cilën paraja ndron dorë brenda një cikli ekonomik, dhe në këtë rast, pra me digitalizim të pagesave, besoj që mund të rrisim shpejtësinë e kësaj mund të rrisim edhe rritjen apo tempon e rritjes ekonomike. Tek digitalizimi besoj që avantazhet janë pothuajse të qarta. Fillimisht, pra tek paraja fizike dhe këmbimi me paranë fizike kemi kostën e paras fizike, duke filluar nga shtypja, printimi, qoftë edhe monedhave të metalit, por pastaj edhe tek mirëmbajtja apo ndrimi i parave të dëmtuara. Në anën tjetër i kemi edhe problemin që sidomos viteve të fundit tek ne ka qenë prezent është edhe përdorimi i parave të falsifikuara, që është po ashtu një kost të tejet e madhe për përdoruesit, qoftë për bizneset, qoftë për qytetarët. Si dhe e treta, besoj që për mua është këgja e rëndësishme si Ministër i Financave, është edhe çështja e formalizimit, e që në vetvete pastaj zgjidh edhe problemin e shpërlarjes parave deri në një mas, por edhe të financimeve të aktiviteteve të dyshimta, sepse momentin që ka një formalizim të ekonomisë, por edhe të paras që qarkullon në treg, atëherë është shumë më e lehtë pra të menaxhohet apo të parandalohen edhe aktivitetet e paligjshme. Kësaj për neve si qeveri, pra është e vetë kuptueshme që kjo është rruga që do të shkojmë përpara. Ne jemi angazhuar që të bëjmë takime me stakeholders, me partner, me ofrues shërbimeve në koordinim çdo herë me Bankën Qendrore, që të sigurohemi që do të gjejmë zgjidhje, pra që në njërin anë edhe ka mbulueshmëri të gjerë, pranueshmëri të gjerë, por edhe përmban pra kostot e ulët për përdoruesit. Sepse synimi ynë është që të sigurohemi që për ekonominë pra kostoja e transaksionit tjetë sa më e ullët, ndërka që në anën tjetër pra përfitimi apo vlera e shtuar tek mallrat dhe shërbimet tjera që ofrohen, pra mos bëhet kjo një farloj hisedari në gjitha transaksionet ekonomike. Këto po besoj kemi dëshmu sa i përket digitalizimit edhe me iniciativat tona të shumta për digitalizim të shërbimeve që ofrohen nga vetë qeveria, të institucioneve qeveritare, por edhe me projektin më të fundit, pra që si që përmendi guvernatori, në bashkëpunim me Bankën Botërore kemi inicu, pra që njëra prej komponentave, pra i tërë projekti ka të bëjë me mbështetjen e sektorit financiar dhe lehtësinë në qasje në financa, e ku njëra ndër këto komponenta është edhe komponenta e pagesave, pra ku mbështetet Banka Qendrore me sistemin e ri, pra për pagesa dhe për të bërë gati edhe për SEPA. Pra kjo është synimi jonë, si qeveri jemi të përkushtuar dhe do ta kenë mbështetjen e vazhdueshme gjitha institucionet që angazhohen që bashkërisht pra të arrijmë tek apo të kapim hapin me pjesën tjetër të botës tek revolucionarizimi i sistemit të pagesave. Faleminderit shumë.